Drejtoria e Policisë Financiare ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike Shkup kundër MB, kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetik, Shërbime të Ujit dhe Menaxhim të Mbeturinave Komunale, për shkak të dyshimeve të bazuara për kryerjen e veprës penale keqpërdorimi i pozitës dhe autorizimi zyrtar, sipas nenit 353, paragrafi 4, në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal. Siç njoftojnë nga drejtoria, i denoncuari MB, në cilësinë e kryetarit të Komisionit Rregullator për Energjetik, ka keqpërdorur pozitën dhe autorizimet e tij zyrtare, në atë mënyrë që, në kundërshtim me ligjin për energjetikë dhe rregulloren për licenca, dhe pse ishte obligim të niste procedurë për heqjen e licencës për ushtrimin e veprimtarisë energjetike, tregti me shumicë të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburantëve dhe karburantëve për transport, përfshirë tregtinë me shumicë të Eurodiesel BS, biodiesel, Eurosuper BS 95, Extrailet 1 dhe gaz i lëngshëm i naftës GLN për personin juridik Triterol Petrol në Shkup. Për shkak të mosplotësimit të kushteve ligjore ka marrë një vendim të paligjshëm për ndërprerjen e procedurës. Në vend që licenca i hiqej më 15 janar 2024, ajo është hequr vetëm më 14 prill 2025. Me këtë veprim, siç theksohet, i ka mundsuar kompanisë të vazhdojnë në mënyrë të kundërligjshme ushtrimin e veprimtarisë energjetike dhe për 15 muaj pas skadimit të kushteve ligjore, si dhe të marrë pjesë dhe të lidh kontrata në kuadër të prokurimeve publike. Me veprimet e lartë përmendura, i denoncuari ka shkelur rregulloret që ishte i obliguar t'i zbatonte dhe i ka mundsuar personit juridik Triterol Petrol Shkup të realizojë qarkullim të përditshëm në vlerë prej 194.520.962 denar, si dhe të përfitojë dobi pasurore të kundërligjshme në shumën prej 14.093.576 denar, sqarojnë nga Drejtoria e Policisë Financiare.